Shërbimet e qarkullimit rrugor në Sarand gjatë kontrolleve të ushtruara në akset rrugore me fokus verifikimin e mjeteve dhe identifikimin e personave në kërkim kapën shtetasi në kërkim KV 29 vjeç banues në Imar, për të cilin gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale mos kallëzimi i krimit. Në vijim të veprimeve procedurale u krye ekzekutimi i vendimit nga specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Imarës. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë Vlorë kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për një shtetas të mitur 16 vjeç pasi është kapur në flagrancë nga shërbimet e qarkullimit rrugor të Vlorës, duke drejtuar pa leje drejtimi një automjet të dyshuar të vjedhur në datën 28/3/2025 në lagjen 28 nëntori. Vijon puna për dokumentimin e plotë të rastit dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në vjedhjen e automjetit, i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Shtetasit IL, RSH dhe AM banues në Vlorë pasi dyshohet se kishin përshtatur një ambient në pronësi të shtetasit IL për organizimin e lojrave të fatit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua një tavolinë dhe disa gur. Po nga këto struktura u shpallën në kërkim shtetasit EV 41 vjeç banues në fshatin Picar të Selenicës, pasi në datën 29 mars dyshohet se për motive të dobta në fshatin Lubonj ka goditur me sende të forta lev shtetasin BS 37 vjeç banues në Estoni, duke i shkaktuar dëmtime në pjesë të ndryshme të trupit. Vijon puna për kapjen e tij. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasit AM 44 vjeç banues në Metoq Sarand, pasi është konstatuar se ka dëmtuar pronën e kishës në fshatin Metoq. FS 25 vjeç banues në Sarand, pasi në datën 30/3/2025 për motive të dobta ka goditur me gru shtetasin AG 23 vjeç. Gjithashtu u referuan materialet në prokurori për 2 raste. Më datën 30 mars 2025 ka kallëzuar shtetasja FD 59 vjeçe se në datën 29 mars është larguar nga banesa vëllai i saj, 51 vjeçari banues në lagjen Osman Axhiu, i cili është me probleme shëndetësore. Vijon puna për gjetjen e tij. Më datën 30 mars në Palas, në vendin e punës ku shërbente si roje private, ka humbur jetën, dyshohet për shkaqe natyrale, shtetasi IS 63 vjeç. Materialet i kanë kaluar tashmë prokurorisë për veprime të mëtejshme.